Sot në këtë muaj të shenjtë për shqiptarët, nëntorin e festave, nëntorin e flamurit, nëntorin e identitetit ton kombëtar, kemi gjithmonë kënaqësi të kemi në studio drejtorin, zoti Blerim Qamili, drejtor në institucionin më të ri këtu në shtetin ton, Institutin Nacional Ansambli Muzikor. Me të do të flasim edhe për rolin e artit, të muzikës, të kulturës, do të flasim edhe për identitetin kombëtar tonin, do të flasim edhe për mënyrën se si organizon, si jeton ky ansambël, edhe vështirësitë që hasin ata. Mirëmëngjesi. Blerim, fillimisht njerë më thuaj, a jemi popull që kujtojmë shumë të kaluarën, por nuk veprojmë shumë pak? Ne... Ti si e përceton të pje, djaliri edhe ti. Mirë, tash unë mendoj se ne jemi popull të cilët veprojmë shpejt pa e menduar. Fitil shkurt. E themi shpesh, këtë fitil shkurt. Edhe pastaj bim pishman, edhe pendohemi shpesh ja që, do të thonë një varet tash, po mendoj se në histori shpesh ja kemi huq, po edhe ja kemi qelluar. Në konotacionin kombëtar. Edhe ja kemi huq, edhe ja kemi qelluar. Në konotacionin kombëtar më shumë jemi popull që kujtojmë dhe asgjë nuk veprojmë, mendoj. Mundet edhe ajo të thuhet, po unë nuk mendoj se kujtojmë shumë gjatë. Do të thënë vuajtjet ndonjëherë nuk është mirë të kujtojmë. Po vuajtjet është, jo, vuajtjet duhet t'i kujtojmë. Vuajtjet, njeriu që nuk i kujton vuajtjet priret t'i përsëritet një të njëjtat, kështu që mendoj se është mirë t'i kujtojmë dhe mos i përsërisim të njëjtat gabime, po tash se si varet nga situata dhe Mirdita, jemi një popull që nuk kujtojmë as që veprojmë, jemi popull që praktikon fjalën që do bëhet. Dhe andaj mbas edhe ka lindur kjo fjala besa besa. Mendoj edhe, po, ta them një gjë. Kur ja besën edhe bëhet. Mendoj se shumë jemi paragjikues dhe jemi, si me thonë, vetë kritik të mëdhej. Në përgjithësi popullin ka njerëz të mirë, të suksesshëm gjithandej. Me thonë të drejtën edhe sukseset nuk janë të vogla. Për shembull, të krijosh një shtet në vitin 2008 është gjë e madhe. Të krijosh për shembull, ku e di unë, një artist të madh, të lind mes popullit tonë një artist të madh si që janë artistët sot që i kemi, për shembull, ku ta di unë, Inva Mula për shembull, ose Dua Lipa, apo? Njemi shumë popull i vogël. Ermonela Jau që ishte këtu. Kemi njerëz me emra shumë të mëdhenj, ambasador shumë të mëdhenj të kombit. Kështu që unë nuk them se jemi jashtë, po ne këtu brenda jemi vetë kritik dhe mendoj se kjo na ka bërë fort, na ka shty. Për ty, nderuar Blerim, personalisht çfarë nënkupton nëntori? Çfarë zgjon në ty? Sepse unë me drejtorin gjatë gjithë ditës sot po diskutonim që zgjohet ajo ndjenja patriotizmit, sidomos në nëntor. Mirë, po ndoshta mund vetë tjetër, po jemi pak më të kështu. Bie bora e parë dhe shuhemi. Po, personalisht për ty nëntori çfarë zgjon? Tash kështu, do me thonë këtu tek ne shpesh ngatrohet nacionalizmi me nazizmin edhe fashizmin. Të ti jesh nacionalist, do të thotë ta duash gjën tënde. Ne themi patriot të shëndetshëm. Apo, patriot të shëndetshëm, okej, po pajtohem patriot i shëndetshëm, kështu që çdo shqiptar i cili ka mbaruar një shkollë fillore, minimumi, dhe me thonë, është mëse informuar për ndodhit e nëntorit, dhe me thonë, në histori. Nëntori për mu personalisht është muaj shenjtë, dhe më erdhi shumë mirë që drejtoroi ju referua me këtë fjalë. Jo, se dhe me thonë, gjithë e kanë e thonat të rëndësishme, për mua është muaj shenjtë. Të gjithë veprimtarët janë për mua njerëz të shenjtë, të kohrave të ndryshme që kanë të bëjnë me nëntorin. Për shembull, duke të flasim nga Skënderbeu, një njeri i cili bëri një revolucion të madh të kohës në sferën e tij ushtarake, edhe brenda kombit bëri atë gjestin që ne e dim gjithë që bashkoi kombin e kështu me radhë, pastaj Ismail Qemali, po pastaj Adem Jashari, që është një Skënderbeu i dytë për mua. E kështu që për mua është një emocion i madh, një ndjenjë e veçantë këtë muaj dhe zakonisht më ka plon pakës më shumë kjo euforia. E kemi eufori, eufori kolektive e kemi. Po, megjithatë mua nuk më vjen turp të them që atë dhe dashurinë e kam konstante. Ne kemi diskutuar me drejtorin, ne kemi qenë edhe bashkë gjatë kohë, kemi punuar një periudhë. Kështu që unë kam atë ndjenjë të cilën nuk e mohoj asnjëherë dhe nuk ndjem as pak i frustruar në asnjë moment. Sigurisht. Besoj se gjithë duhet. Flasim paksa për ansamblin muzikor. Blerim, më spjego ansamblin muzikor, institucion nacional që është krijuar gati 2 vite në mos gabojmë.
çfarë përmban, çfarë statusi ka, si funksionon, pastaj do të kalojmë tek aktivitetet të cilat po i realizoni, sepse do të jenë jashtëzakonisht të mahnitshme për gjithë shikuesit, të cilët do të kenë mundësi ditën e nesërme, 19, do ndjeki një koncert fantastik. Unë dëgjova disa inserte të instrumentaleve të Cezadejes. Të Cezadejes, po, të Cezadejes dhe Kujtim Laros. Edhe Kujtim Laros, fantastike. Por kjo do të jetë pasi ta dëgjojmë derimin se ç'është konkretisht ky institucion, ansambli muzikor. Institucioni nacional, ansambli muzikor tetor, është një institucion i cili i referohet artit muzikor. Është krijuar vitin e kaluar. Domethënë artit muzikor në përgjithësi, që nga folku deri te klasika. Në statut ajo përfshin muzikën serioze ose profesionale, siç e quajmë ne. Ka, në të ardhmen, në qoftë se arrim të krijojmë grupe të nevojshme të artistëve, mund të, kemi në Kleuzol edhe muzikën jazz, edhe muzikën popullore në kuptimin jo popullore, por muzikën moderne, që në maqedonisht i bie popullare në zhanrovi, që në kupton rock, pop, jazz, këto stilet. Ansambli funksionon për momentin me 3 veta. Jemi shumë pak. Këtë kur e dëgjova këtu, kjo është shumë shqetësuese si informacion, Blerim. Kemi një shifër, patëm një buxhet modest. Nga Ministria e Kulturës. Nga Ministria e Kulturës, absolutisht. Që ne e shfrytzuam bukur për të realizuar parafërsisht, po saktësisht 5 projekte. Projektet ishte verës bëm koncertin me muzikë moderne, pastaj realizuam koncert me violin, piano dhe harqe, ku patëm Xhafer Xhaferin nga Filharmonia e Berlinit, është një tetovar i mrekullueshëm, i cili për herë të parë ngjitet në skenën e Tetovës dhe ishte kënaqësi e madhe, ekskluziviteti i madh. Po edhe po ta shihni atje, publiku ka qenë në numër të madh. Kur mbajt ky koncert? Ky koncert është, tash ka një histori me këtë koncert. Ky koncert do të mbahet një 15 shtator. Megjithatë, Xhaferi në Filharmoni kishte një ngecje atje që duheshte edhe na i shtyp kontratën, na dërgoi një kërkesë, tha ju lutem nëse ka mundësi, kështu që u mbajt muajin tjetër, domethënë në tetor, me 15 tetor, ne arritëm ta organizojmë koncertin shumë bukur, domethënë qyteti e priti shumë bukur. Sërish u realizua ajo. U realizua, por ka qenë një koncert, më vjen keq që nuk unë i kam pamjet video, por me kërkesë të Xhaferit, nuk e di se si ka kontrata. Nuk që të filmohet kjo? Jo, e filmuam ne, por nuk guxon që të shpërndahet, që të vësolla vetëm foto. Por që dua t'ju them, aty ka qenë edhe Shkëlzem Bafqari, tani do më jepni një kohë të vockël. Një pianist i shkëlqyer. Shkëlzem Bafqari, një pianist i shkëlqyer. Të dytë ishin të mrekullueshëm, se për këtë koncertit, por unë do të shfrytëzoj rastin, me qenë se jemi pak dhe jam komplet i vetëm si staf profesionist aty, të falenderoj Shkëlzem Bafqarin, premtimet e emin dirigentin Agona Çupin, të cilët janë të përkushtuar dhe angazhohen vullnetarisht gjatë gjithë kohës për programën e ansamblit muzikor bashkë me mua. Përshëndetje shumë të veçantë deri tek Agona. Të ndërpres se pse ja vlen që të përshëndeten ata. Do doja nga regjia të ndjekim numrin 1 të parën për të dëgjuar që unë po them që jashtëzakonisht shumë ja vlen të përshëndesim.
nga spektakli I cili do ndodh konkretisht nesër mbrëma në Pallatin e Kulturës në Tetov. Ishte instrumentale e Liria Vdekja. Liria Vdekja nga filmi. Kujtim Laro. Janë të gjitha kështu komponimet të Qezades, Kujtim Laros. Kujtim Laro, Gen Stukiqi, Rov Dhomi, të gjithë kompozitorët shqiptarë dhe aranzhuesit të cilët kanë aranzhuar për shembull vepra të ndryshme. Është një atmosferë e bukur. Jemi munduar me kujdes të zgjedhim edhe disa, për shembull një tekst është I bukur që do ta lë këtu surprizë, është nga Gonxha Bojaxhiu. Është absolutisht njeriu më I madh I rilindjes Gjergj Fishta, I cili është poshtë si fleta e Ellit Zotit. Himni I dikushëm. Himni I dikushëm. E kështu me radhë, domethënë është parte do të ndaj një pjesë të vockël këtu, do të falenderoj Bujan Llapajn dhe Sofia Kolën, të cilat na siguruan parte dhe partiturat nga disa vepra këtu. Bujan Llapaj është dirigjent në Kanada, I na dërgoi në mënyrë digjitale. Partiturat të cilat janë shumë të vështira për të gjetur. Nuk mund të gjej. Nuk I kemi këtu, domethënë ato I kanë luajtur ato në 100 vjetorin, I kanë marrë nga arkivi, kështu që neve na hapeshte shumë punë po të marrin, ato na I siguruan. Vlerën pikërisht kur jemi tek materialet, sa është e vështirë të gjehen materiale, sepse si muziciante e di vështirësinë, mirë po vepra shqiptare janë tashmë që është ansambli, çfarë Absolutisht vepra shqiptare është rënd I gjesh, po neve kemi bibliotekën kombëtare në Shqipëri, kemi miqtan gjithandej të cilët na suportojnë në baza shoqërore miqësore që kemi ju. Kështu që ja për shembull unë dua ta cek sot një falënderim të madh për drejtorin e Filharmonisë Maqedonisë, zotërin Mustafa Imeri, I cili na I siguroi timpanet, të cilët janë shumë të kushtueshme dhe janë problematike, ne si kemi në ansambël. Për transport, po. Ju e dini edhe vetë, se është edhe problem edhe të ju jape dikush me qira. Të huazosh instrument është... Dëgjoni, është punë e madhe, por ja vlen për shumë arsye. Një për ekzistencën e vetë institucionit, sepse institucionet krijon rrallë në një shtet, është proces I madh. Neve mundohemi ta mbajmë gjallë institucionin, do të punojmë vazhdimisht, jo vetëm në këtë pjesë, punojmë edhe pjesën administrative për të siguruar punësimet, për të qenë çdo gjë në detajet e veta. Më me rëndësi ka qenë që çdo shpenzim, çdo qindark që na është dhënë, neve t'ia shpërndajmë artistëve në mënyrë që ato të kenë vullnetin që të realizojnë gjëra të bukura si këtu, si këto që I Shqipërisë. Tash të flasim konkretisht, posti drejtorit është post politik, që emërohet nga politika. Jo, okay. Për shembull, në përgjithësi është eshalloni I tretë që ndahen në politikë. Në kulturë, këto fitohen me konkurse, absolutisht me ndikim. Flasim sa ka të bën, sa ka dëshirë politika që konkretisht këta gjëra, të cilët mbajnë gjallë shpirtin e një kombi, siç është muzika, poezia, teatri, letërsia, kanë interes që këtë institucion të ri, të sapo formuar, që ta ngrim në piedestal, sepse kjo mund të bëhet nesër pas nesër një ambasador shumë I madh I kulturës tonë shqiptare. Ndëgjoni, domethënë të flasim ti përmendën në fillim që the jemi vetëm thjesht tre të punësuar. Ndëgjoj, të flasim në suanca globales. Ne kemi drejtorin e Filharmonisë, që është gjë e bukur. Kemi edhe përfaqësues në Ministrinë e Kulturës, që është gjë në rregull si gjithmonë. Vullneti I kësaj politike I duhet kohë. I duhet kohë. I duhet ekip. I duhet edhe një sistemim I brendshëm, por nuk duhet të jemi pesimist. Absolutisht vetëm kaq. E kam fjalën që do duhet të paktën do zhurmosh, do shkosh në për dy herë, që të paktën sepse me 3 lule nuk vjen pranë. Ta them një gjë të sinqertë, unë kështu që flasim. Jo, ta them si mik këtë, absolutisht. Për tu shndruar institucionin në ato institucione siç kanë hije me nishan. Unë do ta godas pikën. Domethënë kështu, secili drejtor ka për obligim që materialet e marra nga Ministria e Kulturës ti shpenzoj bukur, me përpikshmëri, të respektoj artistin, të respektoj programin, të respektoj institucionin. Unë jam I bindur se përderisa ne bëjmë këtë punë, do të kemi sukses. Në momentin të cilin neve fillojmë të bëjmë ato që janë bërë, do t'i themi, falni se jemi në emision të mëngjesit, do t'i themi, janë bërë shumë gjëra, të këqija, janë bërë gjëra të mira, por në këto momente neve na duhet punë përpikt, dhe ne këtu jemi për të folë për punën. Do të apresim zinxhirin aty ku është punës tonë, me thonë, I duhet kohë. Koha është,
Dëshira ekziston, materialet janë, njerëzit janë. Tash, kur do të vi momenti, atëherë do të jemi të zëshëm. Apo, do vi momenti që do mbaroj ajo koha, që ne presim, e pastaj mund të ulemi gjëre gjatë të diskutojmë. Njëherë do të investohet në institucion, pastaj do të keni... Investimi don edhe staf. Janë 3 veta, thjesht kjo fatkeqësia. Neve kemi kërkuar ato, domethënë na u premtuan. Domethënë vazhdojnë që të kërkojnë. Ne vazhdojmë të kërkojmë edhe me këmbgulje. Domethënë, po çdo gjë është si themi si një sekuencë në muzikë, ajo kur fillon përsëritet, pastaj bëhet e bezdishme, edhe pastaj do të ndrojmë akordin. Derisa të fillojmë të bëjmë, domethënë institucionet kulturore, politikës, derisa të fillon të bëhet si në vesh më shqetëson një gjë. Haj po e zgjidh këtë. Si ajo fraza te kjo aktorët e cila përsëritet, pastaj të ndrojmë tekstin. Pastaj fillon me një buzz tjetër, derisa të rregullojmë gjërat ashtu siç. Por neve ja aty është tani po e shihni Bogdana Bushevska, është një artiste e cila vepron në Francë. Ishte në koncertin për viol, flaut dhe kitar, aty është edhe Jetmir Mehmedi nga Kërshova, kitaristi janë shumë mirë, absolutisht, edhe që dua të them, është Ilza Baftiari me viol, instrumentistja e cila luan edhe në Filharmoninë e Maqedonisë, që luajti Johann Sebastian Bach, të preferuarin tim edhe të çdo muzicienti. S'do ta kisha thënë, a? Okej. Se varet na i ka shkatër pak kështu jetën, na i ka rëndu jetën. Neve në program, absolut, unë dua t'i falenderoj gjithë muzicientët edhe nga institucione tjera, për shembull nga Filharmonia, edhe bashkëqytetarët tanë që neve tash e kemi akoma atë ndarjen, do të them kështu lirisht, muzicientët tanë Maqedonës, të cilët angazhohen tek ne me honorare, janë të angazhuar edhe tek koncerti nëntorit të festojmë bashkë dhe kështu që mua më pëlqen kjo gjë, është gjë shumë e bukur. Mendoj se edhe në të ardhmen dua ta theksoj, mos e harroj edhe këtë se di si jemi me kohën. Të lutem vazhdojmë edhe pak kohë. E kemi një koncert për kor i cili ishte i dedikuar muzikës korale maqedonase. Aty ishte Jasmina Gjorgjieska, dirigjentja me stafin e saj. Ishte një koncert i mrekullueshëm, i cili u mbajt në muzeun e Tetovës. Më ka befasuar ju e dini, unë nuk jam shumë njeri protagonist dhe nuk i frekuentoj shumë. Ishte me korin amater apo ishte me korin... Ishte me korin e operës. Me operës, okej. Ku ishin edhe kolegët tanë që ti i invitentova. Sa jo dirigjon edhe disa ndërkoret amatere. Tu ka qenë me korin profesionist. Digjo, ansambli ka një mision, të venë në skenën e saj profesionistët tanë më të mirë. Atë gjën e kemi arritur, me thonë me këto koncerte që ju po i shihni tani, dhe mendoj se vitin tjetër absolutisht kemi aplikuar me një numër të madh të koncerteve, më themi kështu 15 e mos më shumë. Jemi shumë optimistë që ato koncerte do të kalojnë në Ministrinë e Kulturës dhe do të na jepet mundësia që këto pamje t'i shihni edhe vitin 2026. Shpresoj që të ndodhë kjo, që të kemi në skenë sa më shumë këto aktivitetet të tilla, dhe jam përderisa po bisedonim tani më shkon ndërmendje. Koncertin e Semram do të mbahet me një numër të kufizuar të shikuesve. Për shembull salla e pallatit, të themi, mban 700 ose 800 vende. Tetova ka më shumë kapacitet. A do të ketë rivënje? Rivënje... Duhet të kemi rivënje. Duhet të kemi rivënje, por këtë rast nuk kemi buxhetin. Nuk e kemi buxhetin, por do të sigurohemi që ato 600 ulset të jenë të mbushura dhe besoj se unë jam shumë optimist sipas asaj që shoh në rrjetet sociale dhe se kemi faqen tonë në Facebook, vjeshmëria është shumë e madhe, shikëshmëria shumë e madhe, interesi është i madh. Hyrja është e lirë. Qëllimi i hyrjes së lirë është që tani unë kam edhe një mision të vockël tjetër. Unë jam shumë shqetësuese këta informacione kur i dëgjoj, janë shumë shqetësuese për mua sepse arti duhet vlerësuar. Duhet. Është e vërtet, por do të bëhet ta kemi në trashëgimin ton kulturore edhe edukatën për të shkuar në për institucione ku artistët ekzekutojnë, japin mund dhe djerës duhet të paktën mundi simbolike le të jetë, por le të jetë mënyra se si. Në këtë rast artistët kanë honoraret e veta që ne kemi rënë. Mënyra se si duhet shkuar dhe duhet protokolli duhet të qëndroj siç ekziston në gjithë botën, duhet të qëndroj edhe tek ne. Por drejtoro, ansambli është institucion i ri. 90% e qytetarëve kohës fundit e kanë kuptuar se ansambli jeton,
do të thonë. Dhe një kalkulim i vogël që ne bëm me kolegët tanë, menduam që ky vit të jetë vit promovues. Koncertet tona të shkojnë falas që qytetarët të kenë në konceptin e tyre, në kokën e tyre, se në Tetov ekziston i në ansambli muzikor Tetov, i cili ofron koncertet, ka program me koncert të muzikës profesionale, dhe kjo të krijoj një kulturë ose të paktën një informacion bazë se ne dim të bëjmë gjëra të bukura. Tani, diku te koncerti i Xhaferit ishte diku numri 400-500, te ky koncert këtu ka qenë diku te 200-300 të pranishëm, kështu që ata njerëz e kanë shpërndar ansamblin, e kanë parë ambientin e ngrohtë ansamblit, i kanë parë artistët tanë. Unë jam shumë besim plot që vitin tjetër qyteti të Tetovës do të ketë një publik të rregullt, do të kalojmë një stat më të lartë, sepse e di si është puna, pares ku thatë ju shqiptarët apo veprojnë apo ashtu. Tash kështu, ne shpesh jemi megaloman, në kuptimin që ne... Na përqen kafshatat e mdhaja. Kafshatat e mdhaja. Po kafshatat e mdhaja do t'i ham kur ta zmadhojmë stomakun. Dhe feshkën edhe të gjitha. Në me thonë, edhëm kështu. Dhe me thonë, njerë të fillojmë të edukohemi, si ajo bebi vogël që fillon njerë të piqumësht, po pastaj atë procesin që fillon. Shumë leksioni bukur. Fillon njerë si fjalë të bukura dhe lajme shumë të bukura po ndajmë me të gjithë shikuesit, për të gjithë ata që duan edhe nesër ta vizitojnë në cilën ambient do të mbahet? Në ambientin e Pallatit të Kulturës në Tetov. Është e lirë. Ja, një koncert i mrekullueshëm. Pra miq dashur, gjitha rrugët nesër çojnë për Tetov. Për Tetov. Për ndjekur këtë festivali, këtë koncertin fantastik. Le ta mbanë edhe moti pak mirë dhe atje jemi. Atje jemi. Brenda nuk ka nevojë për çadër, kështu që ambienti është i ngrohtë, për atë me kondicionuar është. Mirë është, po. Kështu që miq dashur, gjitha rrugët nesër për Tetov për të ndjekur koncertin e ansamblit më të ri, ansamblit muzikor. Pasi që jemi në minutat e fundit, sepse edhe përzgjedhja ishte fantastike e kompozitorëve të Maknitës. Pra miq dashur, do të shikoni veten tuaj në për filmat të dikushëm që i kemi ndëgjuar ato komponimet fantastike. Unë vlen t'ja them që ju faleminderit shumë që për gjithë punën që bëni, sepse janë pikërisht këta persona adekuat si që jeni ju në këtë rast, që e bëni hapin para për të qenë mbrojtës i artistëve, mirë po edhe për ta sjell artin më afër publikut, kudo që ndodheni, dhe një falenderim shumë i madh për të gjithë artistët që i pam në skenë, kolegët e mi, po kolegët tanë. Faleminderit shumë edhe për ata për artin që e ndajnë së bashku me ne. Unë ju falenderoj shtëpinë tuaj televizive për interesin, për kohën e ndarë, dhe ju pres të gjithë. Ne shpresoj që do të vim nesër mbrëmë për ta ndjekur këtë Muarnicat ti përjetojmë live në skenë. Miq dashur, ne këtu po japim fund emisionit me shpresë që do shihemi nesër të njëjtën kohë, në njëjtin vend. Deri atëherë, çadrën me vete ku do që shkoni dhe rishihemi nesër.